Plan 30 ditor mësimi, tregtim Onineva 4, psikologjit hë disiplin dita 28, simulim javore real hë qëndrueshmëria është strategji. Dita 28 është prova përfundimtare e pjekurisë. Këtu nuk mëson diçka të re. Këtu zbaton pa ndryshuar asgjë. Qëllimi është të simulosh një javë të plot tregtimi si profesionist, duke respektuar planin personal pa asnjë devijim. Kjo ditë të mëson një të vërtet të thjeshtë dhe të fortë. Strategjia funksionon vetëm kur nuk ndryshohet çdo ditë. Një çfarë do të thotë simulim javor real? Simulimi javor real do të thotë të veprosh sikur po tregton me para reale, të respektosh orarin çdo ditë, të ndjekësh vetëm planin e shkruar, të mos bësh asnjë përjashtim. Nuk ka eksperimentime, ndryshime strategjie, shtesa rregullash. Simulimi nuk është lojë, është provë karakteri. 2. Pse kjo ditë është kaq e rëndësishme? Shumë njerëz ndërrojnë strategji pas çdo humbjeje, shtojnë rregulla pas çdo fitimi, nuk i japin kohë sistemit. Dita 28 të mëson durimin, besimin në proces, qëndrueshmërinë. Asnjë strategji nuk funksionon nëse nuk jep kohë. 3. Rregulli kryesor, pa ndryshuar strategji. Gjatë gjithë kësaj jave të simuluar, nuk ndryshon kushtet e hyrjes, nuk ndryshon kufit, nuk ndryshon orarin, nuk ndryshon tregjet. Edhe nëse ke disa humbje radhazi, ke disa fitime radhazi, ndryshimi gjatë testimit e prish testin. 4. Si të strukturosh simulimin javor? Çdo ditë e simulimit duhet të ketë të njëjtën strukturë. Hap platformën në orarin e caktuar. Analizo tregjet sipas planit. Kërko vetëm setupin e lejuar. Nëse nuk shfaqet, mos vepro. Nëse shfaqet, hap vetëm një veprim. Mbyll platformën pas veprimit. Kjo përsëritet çdo ditë pa përjashtim. Rutina e qëndrueshme ndërton mendësi të fortë. 5. Roli i mosveprimit gjatë simulimit. Gjatë simulimit, disa ditë nuk do të ketë veprim. Disa ditë do të ketë vetëm një mundësi. Disa ditë do të ndjesh mërzi. Mosveprimi është pjesë e testit. Profesionalisti nuk krijon veprime, ai i pret. 6. Si të sillesh pas fitimit dhe humbjes. Gjatë simulimit, pas fitimit nuk rrit besimin e tepruar. Pas humbjes nuk ndryshon strategji. Pas çdo mbyllje shkruan shënime. Reagimi yt duhet të jetë neutral. Emocioni është armiku i qëndrueshmërisë. 7. Çfarë duhet të shënosh çdo ditë? Në fund të çdo dite shkruaj shkurt. A u respektua plani? A u respektua orari? A u respektua numri i veprimeve? A pati të ndim për të ndryshuar strategjinë? Mos analizo rezultatin. Analizo sjelljen. 8. Gabime që duhen shmangur në ditën 28. Ndryshimi i strategjisë nga padurimi. Shtimi i tregjeve të reja. Rritja e veprimeve. Kërkimi i diçkaje më të mirë. Kërkimi i vazhdueshëm i diçkaje tjetër tregon mungesë besimi në proces. 9. Çfarë duhet të arrish në fund të ditës 28? Në fund të kësaj dite duhet të kesh simuluar një javë reale tregtimi. Kesh respektuar strategjinë pa ndryshim. Ndihesh rehat me rutinën. Kuptosh rëndësinë e qëndrueshmërisë. Përfundim. Tregtimi profesionist nuk është shpikje e përditshme. Zbatimi i përditshëm. Kush nuk ndryshon strategji nga emocionet rritet. Kush e ndryshon shpesh fillon nga e para çdo herë.